Almanaku on this day. Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite. Në Top Albania Radio. Në vitin 1444, betejë e Torviollit, Skënderbeu mposh një forcë osmane në fushën e Torviollit, e njohur edhe si betejë e Dibrës së Poshtme. 1776, Atë Francisco Palao themelon misionin e Shën Franceskut të Asisit në atë që quhet San Francisco, Kaliforni. 1786, skocezi Alexander MacDonald dhe mbi 500 malësor katolik lënë Skocinë dhe vendosen në Ontario, Kanada. 1850, Patriarkana Ekumenike e Konstantinopojës njeh zyrtarisht autoqefalinë e Kishës Ortodokse të Greqisë. 1888, Londër, George Edward Gouraud regjistron kompozimin Izraelitët në Egjipt të Hendelit në gramafon, që mendohet të jetë regjistrimi më i vjetër i njohur muzikor. 1889, Hyde Park dhe disa fshatra të tjerë në Illinois votojnë për të bashkuar me Chicagon, duke formuar qytetin më të madh në Shtetet e Bashkuara dhe të dytin me popullsi më të madhe pas New Yorkut. 1892, ndërroi jetë në Beirut, Pashko Vasa, veprimtari i Rindjes Kombëtare Shqiptare. Ishte nënpunës i konsullatës britanike në Shkodër dhe oficer kalorësie në Bolonjë. 1914, Gjina Guzeva tenton të vrasë Grigori Rasputinin në shtëpinë e tij në Siberi. Rasputin ishte këshilltar shpirtëror i familjes tsariste Romanov. 1960, korporata britanike e emetimit e njohur si BBC lançoi projektin e saj për televizionin e ri. Qendra televizive do të ishte një Hollywood i vogël britanik, krahasuar me atë amerikan. 1970, SBA-ja jep fund ofensivës së madhe ushtarake në Kambodja. 1974, Isabel Perón bën betimin si presidente e parë femër e Argjentinës. Burri i saj, presidenti Juan Perón, ja kishte kaluar asaj përgjegjësinë e kësaj detyre për shkak të shëndetit të dobët. Ai ndroi jetë 2 ditë më vonë. 1974, balerini sovjetik Mikhail Baryshnikov kërkon strehim politik në Kanada, ndërsa ndodhej në turne me baletin Kirov. 1995, kompleksi tregtar Sampong në Seochogu, Seul, Korea e Jugut, shembet duke vrarë 501 vet dhe plagosur 937 të tjerë. 1995, Anija Amerikane Atlantis u ankorua në stacionin rus Mir, duke formuar satelitin më të madh artificial në orbitën e Tokës. 2001, qeveria britanike njoftoi se një memorial kushtuar princeshës Diana do të ndërtohet në Hyde Park të Londrës. Diana ndroi jetë pas një përplasje me makinë në Paris. 2007, kompania Apple nxjerr në treg telefonin e saj të parë celular, iPhone, telefoni inteligjent.